Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, edhe këtë të martë 25 nëntorit, derisa politika të lërë hapësirën e dur të gjithë atyre që vinë dhe trokasin në dyert e emisionit Me Zemër të Hapur, pasi ditën e sotme bëhet fjalë për një nga videot më virale kohët e fundit, ku në një zonë të Roskovecit, në një fshat të Fierit, bëhet fjalë pikërisht për një zotëri i cili ishte në arrest të shtëpie dhe vishej si grua, ndërkohë që e shoqja ishte për krahti. Video u bë virale në të gjitha portalet, ndërkohë ka sjellë reagimin edhe të familjes Hatia, pra të vetë çiftit që shfaqet në këto momente në ekranin tuaj, dhe besoj se nuk ka të madhe të vogël që nuk e kanë ndjekur pikërisht këtë video. Për herë të parë ditën e sotme do të thyej heshtjen pjesa e familjes Hatia, të personit që është paraqitur pikërisht i veshur si grua, sepse zoti Riza Hatia, protagonistin e emisionit Me Zemër të Hapur në fillimin e vitit të 2025, e kemi pasur, zëri i tij është dëgjuar në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, ka treguar konfliktet me të vllajën, me zotrin që është i veshur si grua, por ndërkohë kjo familje nuk është përballur kurrë me Riza Hatin. Dhe për herë të parë ato do të thyen heshtjen ditën e sotme për të folur edhe për emisionin që ne kemi zhvilluar me zotin Riza, i cili deklaron që ai dhe i biri kanë qenë gjithmonë në arrest shtëpie, por që i vllai i tij, zotëria që paraqitet i veshur si grua, ka dhënuar gratë e familjes së zotit Riza. Ata pretendojnë se skenaret kanë qenë më të thella se kaq. Ndërkohë që familja e vllait të zotit Riza, që ju e shikoni në video veshur si grua, dhe nusja e djalit të zotit Riza, zonja Clarisa, kanë bërë disa plane shumë djallëzore, të cilat provat kanë shkuar në polici dhe rrjedhimisht edhe në prokurori. Për të fundosur vllajën e Rizait nuk ishte parashikuar në fakt kjo video që është shpërndar në media. Por ishte parashikuar diçka më e rëndë se sa kaq, që ky zotëri të përfundonte në burg dhe të mos dilte kurrë që andej. Dhe këtë plan djallëzor, sipas kësaj familje, e ka bërë Clarisa, dhe këtë plan djallëzor ajo e ka ndarë me një person dhe provat kanë shkuar tashmë në prokurori. Do të flasim për planet djallëzore, do të flasim për zotin Riza, a flet ai jo vetëm me vllajën, të cilin dërgoi nusen e djalit për ta filmuar dhe kjo e fundit ka pretenduar se është dhunuar në këtë video, por a flet Rizai jo vetëm me këtë vlla, por edhe me motrat e tij, me niprit, ka probleme të tjera në këtë familje, si ka qenë sjellja e Rizait përkundrejt prindërve të tij, tashmë të ndjerë, të gjitha këto do t'i tregojmë hap pas hapi në një lidhje të drejtë për drejtë, që do kemi sigurisht anonim me personin që do japi shumë detaje për Rizain, por edhe për familjen Hatia. Fillimisht ndjekim materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj, dhe rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Prej vitesh, sipas familjes së tij, vllai i Rizait është përballur me konflikte të vazhdueshme, të cilat shpesh kanë kaluar dhe në dhunë fizike, për arsye krejt pa justifikueshme. Debate për tokën, përrojnë apo kufit e pronës. Megjithatë, familja e tij thotë se nuk është përgjigjur kurrë me dhunë. Ata kanë zgjedhur qetësinë dhe rrugën ligjore për të shmangur për shkallëzimin, edhe kur sipas tyre presioni dhe provokimet kanë vazhduar. I vllai një njeri i moshuar dhe i qetë është fajsuar, vetëm pse ka dalë të ndihmojë bashkëshorten të punojë tokën e tyre. Për familjen është e padrejtë që një njeri i goditur të mos mbrohet, ndërsa në media paraqitet si viktima ata që kanë ushtruar dhunë. Ky është sqarimi i tyre, një thirrje që publiku të kuptojë pse kanë zgjedhur dinjitetin, durimin dhe institucionet, pavarësisht tensioneve dhe dhunës së përjetuar ndër vite. Ndiqni dëshminë e tyre. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, me mua në studio Elvis Duka, avokat. Përshëndetje, mirë se erdhe. Ju vini nga zyra e avokatëve antikorrupsion, detektive privat, ndërkohë themelues edhe i gjykatës së arbitrazhit në krye avokatin zotin Due Pietra. Faleminderit që je me mua në studio, në krahun tënd. Belinda Mustafa, psikologja jon, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje.
Për herë të parë ne do të dëgjojmë një pjesëtar të familjes Atia që edhe zotin Riza, por edhe personin tjetër i ka, duke qenë se janë vëllezër, i ka të dy njësoj, por ai tregon që problemi në familjen Atia është Rizai, për cilin duhet ishin përballur që në fillimet e këtij viti kur ne zotin Riza Atia kemi pasur drejt për së drejti nga banesa e tij, nga arresti i shtëpisë me studion e emisionit Me zemër të hapur. Përshëndes zotrin, përshëndetje zotrin, mirë se erdhe. Shëndetje. Jemi live dhe drejt për drejt në televizionin News 24, ju dhe familja e vllajt të zotit Riza keni kërkuar të bëheni pjesë e emisionit Me zemër të hapur, pasi shpërndarja në media e vllajt të Rizait i veshur si grua shoqëruar nga bashortja e pa censuruar në media e dhënë me një portret të tyre, ka bërë që njëri prej djemve të vijë nga jashtë, të shkojë në prokurori dhe të kërkojë të drejtën e prindërve të tij. Ndërkohë ju keni kontaktuar redaksinë e emisionit Me zemër të hapur dhe keni shumë për të thënë për zotin Riza, por dhe për familjen e tij. Çfarë po ndodh në familjen Atia? Tani, unë kam dashur të kontaktoj që herën e shkuar në emisionin e parë që keni bërë, për arsye sepse na vjen zor, jemi familjar, kemi krush, kemi miq, jemi të martuar, na vjen zor nga njerëzit na shkruajnë, na dërgojnë shifre çka ka ndodhur, janë njerëzit e tu, sapo arrim deri aty, sapo themi nuk i njohim. Se na vjen zor, ç'a tu themi, ç'a tu tregojmë. Po. Del një i alkoolizuar aty në emision, flet ç'a nuk flet, budalliqe të sajuara, të stisura, ato që i bën vet, ja kalon dikujt tjetër dhe ngelemi ne me turp. Na vjen zor nga njerëzit, nuk dim se ç'a tu themi, ç'a tu tregojmë. Po pas publikimit të videos që ka bërë nusja e djalit të Rizait, Clarisa? Deri tani 7 veta ma kanë dërguar atë video, dhe më vjen zor, po arrim, po bllokojmë mediat sociale se nuk dim ç'a tu themi. Ç'a kanë më thënë, po ç'a kanë, nuk e di ç'a kanë, ka shkalluar Rizai, edhe del tani dhe na bën broçkulla, i duket vetja si aktori portokallist. Qartë, por ju thoni që delja e zezë në familjen Atia është Rizai. Ai nuk flet me asnjërin prej familjes, as me këtë vëlla që paraqitet në video, as me motrat, as me nipër. Në djenin time, ai nuk flet me asnjë nga familjarët e vet, as nga njerëzit e gruas dhe as me gjitonët atje. Dhe prandaj mua më vjen shumë keq dhe dje isha pak i revoltuar në bisedën që kemi bërë, sepse revoltimi im ndaj jush si media, dhe nuk e kam personalisht me ju, pa dashur që t'ju ofendoj, ju lutem, interesoni në lagje atje, a shkon ky njeri me dike nga fqinjit e vet? A ka ky marrëdhënie të mira me dike nga fqinjit e vet, sepse ata janë atje, që kur i mbaj mend, që kur kam lindur unë, janë të njëjtët fqinj, nuk kanë ndryshuar. A mund të themi vetë personalisht ju? Ju vetë personalisht, sa kohë keni, sa vite keni që nuk flisni me Rizain? Po të paktën mbi 7 vjet kam unë që nuk flas. Edhe zonjën Clarisa, unë e kam marrë vesh nga media, e kam parë dhe si fytyrë, se nuk e dija që ishte nuse kushuririt. E qartë. Gjithsesi, le të ndalojmë pak tek shpërndarja e kësaj videoje, por ju shkoni përtej edhe videos, ju thoni që Rizai është shumë problematik, ka pasur një të shkuar edhe me prindrit e tij të ndjerë, më vjen keq që po i përmend në këto momente probleme shumë të mëdha, ka rrahur edhe motrat, pra është një njeri i dhunshëm, madje dhe shumë propotent edhe në familjen e tij. Askush nuk del përpara Rizait, edhe në familjen e tij të vogël. Në familjen e tij, ajo familje ka nevojë për ndihmë faktikisht, nga gruaja e tij, djali dhe vajza e tij, sepse ata janë të dhunuar fizikisht, se nuk po flasim psikologjikisht, ata nuk po llogarisin fare si dhunë. Jo se nuk quhet dhe ajo dhunë, po aq se nuk po llogarisim se është më e rëndë kjo tjetra, dhuna fizike, që nga vitet 2000 që mbaj mend unë, edhe deri kur kam pas shkuar, ajo dhunë fizike në atë familje ka vazhduar sistematikisht. Nga prindrit e tij, nga gruaja e vet, nga fëmijët e vet, që dhe i kanë ikur nga shtëpia disa herë, po dhe nga nuse djalit vet, që nuk e di deri para pak kohë është ka tentuar të elmoj veten, dhe të largohet nga shtëpia dhe e kanë marrë me dhunë, po ato nuk i tregojnë këto se kanë frikë ndoshta. Sepse ai është i alkoolizuar, është i armatosur, me armë të palishme që i mban që nga 97 në shtëpi, dhe prandaj dele dhe bën si trim, ndoshta dhe paguan dike në sistemin e drejtësisë, sepse mua nuk më duket e drejtë që sistemi i drejtësisë i ndikohet nga
programe televizive dhe i bën fakte të kryera dhe merr dhe fut në burg, burgos, dënon sipas qefit. Unë nuk e kuptoj se si mund ndodhi kjo gjë këtu. Është e pa drejt. A mund të flasim pak në lidhje me video nga po vinte vllai i Rizajt me bashkëshorten dhe pse duhet që vllai i Rizajt të vishej si grua? Unë e di në dijenin time, në momentin që është kryer kjo video nga ana e Klarisës, arresti i shtëpisë kishte mbaruar, por nuk ishin plotësuar procedura, dokumentat. Me sa e di dhe unë këtu është e vërtet që arresti i shtëpisë ka mbaruar deri në gusht. Dhe nuk ishte e nevojshme, po për shkak sepse Jorgua nuk ka marrë avokat për të mbrojtur dhe nuk ishte në dieni në çfarë periudhe i mbaronte arresti i shtëpisë. Po? I detyruar nga rrethanat sepse ti jetosh në fshat normalisht ke edhe toka për të punuar. Dhe për mos të lënë gruan vetëm me shoferin e traktorit që të punonte tokat atje, i detyruar nga rrethanat bën atë maskim për të vajtur për të qenë atje prezent. Vetëm thjesht për të shoqëruar gruan e tij, apo jo? Dhe po ta shikoni dhe në video, duket nga këpucët që i ka me balë se ka qenë duke punuar atje në toka. E kuptoj. Megjithatë është nuk e di sa duket aty në video, po unë që e di që ja njoh edhe këpucët, e di se çfarë këpucësh janë. E qartë. Megjithatë, ne në emisionin e parë kemi folur në fakt në lidhje me Rizajin dhe pretendimet e Rizajt që gratë e shtëpisë, bashortja e tij, nusja e djalit ishin dhënuar nga ana e palës tjetër, pra e të vllajit. Unë nuk e besoj këtë gjë. Jo, dua të them që në polici dhe në prokurori kanë shkuar dëshmit që bashortja e zotit Riza është duke folur me një familjar të familjes atij, mund të themi, apo të saj, ku ajo deklaron që nuk është dhunuar në fakt dhe shenjat i ka bërë vetë. Ti je në dijenin të këtij fakti? Unë kam marrë vesh tani afër, e kam dëgjuar për këtë dhe kam dëgjuar disa biseda që janë të regjistruara me zë, i kam dëgjuar, po nuk, unë vetë personalisht nuk kam kontakt me ata dhe nuk e di këtë që ta them. Zërin, ke arritur ta njohë se këto i kam edhe unë. Që në momentin kur ju keni bërë emisionin e parë, kur kam parë videot atje që ka dalë ajo pak aty, sepse nuk e linte Rizaj të dilte ajo shumë, e manipulonte situatën, unë e kam dyshuar që Jorgua ta ketë dhunuar kunatën e vetë, sepse nuk ka ndodhur asnjë rast që pak në ta mbaj mend unë, që mund të kishte ndodhur dhunë fizike ndaj një femre, jo. Po të ishte ndonjë mashkull, hajde se po themi njerëz gjak nxehtë edhe mund të kishte ndodhur, po ndaj një femre jo. Unë në dijenin time nuk di që të ketë ndodhur ndonjë rast i tillë. Në fakt, këtë audio unë e kam dëgjuar nëpërmjet telefonit, nuk më është vënë në dispozicion, se është një provë që duhet të shkojë në fakt dhe ka shkuar në polici dhe po merret në shqyrtim edhe nga prokuroria, ku bashortja e zotit Riza ka pohuar që jo, nuk jam dhunuar, dhe kur personi i familjes e pyet se pse kishte shenja, ajo në fakt i drejtohet duke deklaruar që shenjat i kishte bërë vetë. Mirë, ju thoni që plani i videos ka qenë akoma edhe më djallëzor, ju si familja e palës së videos. Atëherë, thuhet gjithmonë që Klarisa, nusja e djalit të Rizajit, kishte bërë një bisedë me dikë, nuk mund ta them dot në transmetim të drejtë për drejtë, ku pretendohet që do t'i ishte afruar këtij zotris, jo për ta filmuar të veshur si grua, por ndoshta për ta provokuar. Në çfarë aspekt? Mund ta themi pak, të lutem? Po duke parë rrjedhën e ngjarjeve se si kanë ardhur ngjarjet, aty çdo gjë po shkon si ta provokojmë, nuk e di pse është kjo çmir që e kanë ata në familje, si të fundosin, do fundosin vllan. Prandaj na vjen zor se këto janë muhabete kalamajnë, këto janë muhabete budalliqe. Se nuk është që po flasim për një çështje serioze që hajde dhe të ulemi ta diskutojmë se ndoshta zgjidhim diçka. Po këtu unë s'po e kuptoj se ç'a po kërkohet të zgjidhet. Duan të fusin dikë në burg, një 70 vjeçar, pse? Kur i është afruar te shtëpia e tyre? Klarisa, me sa kam informacion unë nga njerëzit e mi, ka qenë ajo që deri në moment që ata shkonin, rinde më shumë të shtëpia e Jorgo se sa të shtëpia e saj, të shtëpia e burrit saj. Po mirë, pra pse do ta provokonte Jorgon, dua të di unë, dhe në çfarë aspekt, sepse ajo që unë kam dëgjuar është shumë e rëndë. Unë nuk e di unë për çfarë do ta provokonte ajo, se unë
unë ta thash, Klarisën e kam parë në emision dhe ju, se unë nuk e njoh vetë personalisht. Nuk e di. Se do t'ju gënjeja në qëfë se do t'u thoqja diçka që unë nuk e di. Për shkak se ke vite që nuk flet me Rizajin, apo jo? Po. Po me kushuririn me djalin e Rizajit? Jo, Alo, përshëndetje. Zoti Riza, jam e Visa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur. Paralel kemi pikërisht nipin tuaj, i cili kërkon një përballje në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, pasi realizimi i videos ka qenë shumë i shëmtuar, thotë. Zonja gazetare, të vazhdoj të them tani çka ka për të them. Fundit me djalin e Rizaj ka folur kur ka ikur nga shtëpia sepse e ka dhunuar Rizai dhe brithë rrugët botës dhe kërkon të lekë boshës. Tani, zoti Riza, të lutem, të bëjmë pak serioz, edhe Nipi po ju akuzon në këtë studio se keni dhunuar prindrit. Klarisa ka tentuar vetvrasjen, një baba autoritar, përdor armë të 97-ës, ke armë mbajtje pa leje, pra një person i rrezikshëm. Si e ka marrë Klarisën tani nga prindrit e vet? Kërcënuar me armë. Tani, është Nipi juaj me... Maman time dhe Jorgon i ka përzden nga shtëpia dhe i ka ndjekur me armë për t'i vrarë. Qa vëzgë? Kur e kështu, kur i ke parti, jo tema po i tatë ka vend. Pak më respekt të lutem, jemi në transmetim live. Ato gjej ti, po se me këto budalije që ben, si ka që patësi që një se nga vjen dorë, neve tani të dalim në për njerëz aty me këto budalije që ben, nuk paske cip, nuk paske tur, pleke njeri i pa cip. Atëherë, unë kam dëgjuar një audio të bashortes tënde që ka deklaruar tek një familjar i saj që shenjat i ka bërë vetë dhe nuk e ka dhunuar. Jo, ti shumë bukur. Po jo, mëse doja këtë berë ky, mas të vetë si ka berë, po doja këtë berë ky. Në për televizione. Tani, zoti Riza, ashtu si që kemi dëgjuar, ju do dëgjojmë edhe zotrin. Sa ato kanë reaguar me njerë pas emisionit tuaj. Ma thoj, se unë nuk e të që si është... Moj motre, në fshatë të gjitha familjet ka na 7, na 8, na 10 vlezër. A flet me vlezërit dhe me motrat, zoti Riza? Nuk shkojnë. Edhe njerë... A flet me motrat dhe me vlezërit? Ma bëjt pyetje dhe mua më së dërryse ta Po pra, atere, flet me motrat dhe me vlezërit? Po unë s'kam vlezër tjetër, një mosër kam. Atë mosër që vishet si kam la tjetër. Të lutem, a ka mundësi të mos flasim me të gjuhë, zoti Riza? A e fakt. Po është i biri në telefon, po digjon, qëfar fleti për motrën? Po i biri ta pyesit të jati, që pse vishet si me fustane. Po tani, zoti Riza, do marrë masa për kundrejteje, si mund të flasësh për gjakun tënd kështu? O, ti zonja Ervisa, a më pyete gjashtë... Po të pyeta, po bëhu pak serios, të lutem. Unë të përgjigja që një vlla kam, atë mostrën kam, që ai i biri dhe ai nipi im bën mirë ta marrë... Atëri, të të bëj disa pyetje. Ti bëj vizitë... Të të bëj disa pyetje. Kam dëgjuar një audio të zonjës Irena, të bashortes tuaj, që diskutonte me një familjar që ajo nuk ishte dhunuar nga vllai i jot. Nuk është dhunuar, por shenjat i ka bërë vetë, dhe kjo provë është në prokurori. I ka gricur nato, ku së fati që i ka bërë vetë? Po ato dhunën që ushtroja i... Unë dëgjova një audio. Po ato 4 orë spital që bëri zonja ime atë natë, u dhunua vetë ajo, rana gomare, s'kemi as gomare neve, se ne jemi në qikë e me anticipuar në fshatë. Tani, do më flasësh me sinceritet, skenari... Ti po thua që ajo është dëmtuar vetë, është grisur ajo... Kam dëgjuar video, kam dëgjuar një video në përmjet telefonit, të shprovë në gjukat, në prokurori. Asta mohojnë që e ke dëgjuar, po ai mostra që vinde nga smonde gruan time detyrimisht, do t'i përgjigjë qka, apo jo? Shiko, të lutem, ajo pretendon që nuk është rrahur dhe shenjat i ka bërë vetë. Këto po të themi. Ty që sa merë mëndja? Jo, këtë nuk e di. Të lutem, këtë gjë unë nuk e di, sepse kjo provë është në polici dhe në prokurori. Do zbardhe të gjitha. Shumë mirë, ti nuk e gjykë, ti nuk e prokuroria që po e... Unë po të pyes, a është e vërtet apo jo? Është e vërtet. Po, dëgjohet që është e vërtet. E ke Irena këtu live, na. Pra, Irena deklaron, zonja Irena. Pra, ti ke folur e dashur të përshëndes njerë me një familjarin tënd dhe i ke thonë, unë nuk jam rraur dhe shenjat i kam bërë vetë. Me familjarin tim, kush e ka i familjarin? Kush e familjarin? Shiko, unë nuk mund ta njoh gjithë familjen tënde, zonja Irena. Ajo familje ka burrin, ka nusën e djalit dhe djalin. Kush me ke ka folë? Ka pasur deklaruar. Jo, unë kur them, nuk flas për familjen e vogël, flas për një familje më të madhe. Dhe është nga ana e Irenës.
Po mirë, më mund të thotë o zoti Riza, po është e vërtet, s'është e vërtet. Pak më përpara... Më shumë do ti do... Për bazë do marrësh të një familjari në thonjza që e thua ti, apo x njeri, apo të personit që e të shmitare okulare. Po pak më përpara pra e tha Irena, po është e vërtet. Po zonje kënë keme, Irena, ja po të deklaron, urdo. Bëja pyetje se ta e përgjigjen ajo. Irena, zonjë, a ke folur me një familjar të ndin, jo familja aty? Oke, shpresoj ta ketë gabim policia, prokuroria dhe të mos e marri për bazë. Probime, a e do vriste vetë dhe vite beri mori shërbim. Mirë, të bëjnë dhe një pyetje tjetër në qoftë se e ke Klarisën aty, ta pyesësh, ka bërë bisedë, nuk e ke. E kemi parë edhe ditën e djeshme që ka qenë në regjim shtrati, nuk ka problem, i urojmë të shkuara, po për të folur, mund të flasi dhe mund të ja dërgosh telefonin. Unë jam në pazar, se ka problem të nëzirja live. Pa tjetër. Atëherë, zoti Riza, është edhe një tjetër dëshmi e një plani djallëzor të Klarisës. Djallëzor? Po. Sepse... Kjo pas të deklaruar dhe një pjesëtari... Tani, do më lësht të mbaroj, zoti Riza, më thua është e vërtet apo nuk është e vërtet. Që Klarisa, në bashkëpunim me ju, do të bënte një video që vllai juaj do t'i afrohej Klarisa dhe do shkëmbenin midis njëri tjetrit dhe Klarisa do ankohej nga ky shkëmbim debati se është ngacmuar pikërisht nga xhaxhai i burrit. Kush ai psikologu që ke ftuar te aty në studio? Unë nuk kam person psikolog. Unë kam një avokat edhe një psikologe. Jo. Kush ta tha këtë aty? Shiko, unë kam ftuar palën që ju e keni filmuar dhe e keni shpërndar pastaj në media të pa censuruar. Dije dhe ka filmuar, qa ka rëngje? Jo. Ai mos dani me bre grash dhe të dhunoj nusën e nipit. Po pyete pak më, ku ishte në datën 14 a ditë që ka bërë filmimin, ku ishte? Kush ishte, tata brisa në për rrugë të fshatit, edhe vinë në punë me... Në për rrugë të fshatit, po, djali në arrest shtëpie, ndërkohë duke festuar në lokale atje me shokët e çunit. Thua ti, si pas... Po, hapi telefonat, se aty ke me fotografime të tëra, hapi telefonat edhe hajde... Të tua do të mundosh gjithë qyteti. Bën mirë gjatë ta marrësh ta çosh vlorti, ti marrësh ilaç ta kurosh, ta shërosh. Për mua dhe për gjithë njerëzit që të rrethojnë aty se nuk nderohesh me këto fjalë. Për shërim ke nevojë ti që ke probleme psikologjike, ke probleme me alkoolin dhe je i dhunshëm. Jo, problemet i ke ti. Problemet i ke ti dhe ti ke nevoj për ndim, sepse ke kaq vite vetëm ushtron dhunë ndaj të gjithve, edhe prap nuk e pranon që të ullësh kokën aty dhe ti kërkosh falje, të gjithve. Po prap vazhdojnë edhe ngredhe zerin, delte në për emisione që na vjen neve zor tani të dalim në për njerëz dhe të flasim se tonë shikojë këtu. Jo, po s'ka marrë unë këtu, ke artiste, ke një vit që ke ardhur dhe para një jave, 2 javë të kam parë ishe në emision tjetër. Ke dalë ti se u detyrova unë nga zori, se më kanë dërguar 700 veta videot e tua. Që del ti dhe ben budalliqe, se po ti ishe nga ata zotrin të nderuar, i besoj gjykatës dhe prokurorisë dhe vija ati e zite me gjykatë me prokurori, nuk më dile në për emisione këtu që na ullët kokën edhe neve. Unë s'kam tur të vete në për televizionet të them të vërtetën. Jo, po tur duhet të kesh se ti po gënjen, se po ti ishe që po kërkoje diçka të pa drejt, që dikush të këtë rem mi qaf, atëre po tu më qaf nuk ka ren njeri, ti ke ren të tjerve mi qaf gjithë kohës, ti ke ren të tjerve mi qaf gjatë gjithë kohës, dhe ti e ai që del këtu ben viktimën, flet për mostra, ndërkohë që mostra i vërtet je ti. O zoti Riza, si ka të ju lutem pa ofendime, zoti Riza, si ka mundësi që i drejtohesh nipit, është nipi jot. Zoti Riza, është nipi jot, nuk mund t'i flisni me këtë lloj gjuhë, zoti Riz. Ai tat për çfarë dilte po mirë dakord se këto ti pasa mberu. Po është nipi juaj, më është nipi juaj. E kupton se çfarë po bëni, është nipi. Gjaku ujë nuk bëhet. Tu ka qarkullime, nuk tu dëgjoj shumë, po mirë këto të tjerat ja pasim bërneve këtia dhe neve pasim sa jurë se gjoja Irena ka qenë, ka bërë kotë si e smur kur ka vajtur atë. Thot a i, Dania. Tani kemi një incizim, ne nuk e themi neve. Kemi një incizim ku dëgjohet zëri një gruaje që flet me një familjar të saj, jo me familjen që jeni ju brenda dhe i thot që nuk jam dhunuar, e pyet personi tjetër, po shenjat që ke, ato i kam bërë vetë. Kaq,
Është e thjesht gjëja. Pse i thua ti, pse bie prej këtyre pse janë... Shiko, unë di çfarë kam dëgjuar, nuk më zhvon në dispozicion, sepse ka policia dhe prokuroria, atë që kam dëgjuar e kam dëgjuar. Kush emisioni ke dëgjuar ti? Të lutem, e kam dëgjuar pikërisht. Pyete pse nuk flet me vllahën e gruas. Ju lutem, të flasim me radhë, ju lutem. Mi largo pak nga transmetimi Rizajin. Nuk mundet zonja Irena të flasi me një fjalor të paprecedent dhe një grua në këtë fash orari. Pse nuk e pyet, pse nuk flet me vllahën e gruas të zonjës Irena? Pse nuk flet me atë? Sepse e ka rraur dhe jo një herë, disa herë. Pse nuk flet me kunatin? Me familjar, me kunatin, po, me njerëzit e gruas, me tjemën, me tjatin e Irenës. Pse nuk shkojnë? Ju lutem, është e turpshme të dëgjosh zonjën Irena në transmetim të drejt për drejt me një fjalor të paprecedent në këtë fash orari. I kërkojmë ndjes audiencës, por jemi live dhe ndodhin këto gjëra që të qetësohet e gjithë situata dhe ti të riqet vëmendja zonjës Irena, e cila nuk futet më në këtë transmetim, por do futet zoti Riza nëse do përmbaj rregullat e transmetimit dhe që na i lejon ligji në fuqi. Publicitet dhe rikthehemi më njëherë. Mbas hapësirës së parë publicitare, ne do t'jemi tashmë live në kanalin ton zyrtar në YouTube, pasi ka një dalje të drejt për drejt në televizionin News 24, nga selia e Partisë Demokratike, kryetarin e saj, zotin Sali Berisha. Është kjo fash orari që politika asnjëherë, me sa duket, nuk i lë vend njerëzve të thjeshtë, duhet të jenë në krye të punëve të tyre për të hartuar ligjet dhe mos të arrim në të tilla debate, siç patëm në pjesën e parë të këtij emisioni, që nipi i zotit Riza, i cili në fillim viti 2025 ka qenë pjesë e emisionit Me zemër të hapur, ka ndodhur shumë çka në fakt ditën e sotme edhe gjatë hapësirës publicitare. Dëgjohet zilja, do mundohem të lidhem me Klarisën, me protagonisten e videos, se edhe për atë ka akuza, për një plan më djallëzor, se sa të filmonte në fakt. Alo, përshëndetje? Përshëndetje. Klarisa, unë jam Evisa Meti, drejtuesja e emisionit Me zemër të hapur në televizionin News 24. Unë jam Irena Zdon. Irena, atëre mbyllim, të lutem, e mbyllim pak telefonatën me zonjën Irena, pasi po tregoja në fakt që ka pasur një problem shumë të madh me zotin Riza dhe me zonjën Irena, me kryeredaktorin e emisionit Me zemër të hapur Anila Ahmataj, teksa ajo ka thënë që bisedën dhe ballavaqimin në këtë studio mund ta vazhdonte Rizaj, pasi Irena nuk mund të ishte zëri i saj pas fjalëve të ulta, të patransmetueshme, por që ishim live dhe do mundohemi të marrim masat tona në lidhje me zonjën Irena, nuk është më në transmetim të drejt për drejt, por dhe Rizaj ka refuzuar të përballet me nipin e tij në transmetim të drejt për drejt, ka prekur moralin e nënës së tij, të motrës së zotris, nuk dëgjonte pra zoti Riza, ne do ta telefonojmë, do ta bëjmë këtë sakrificë me Anilën, edhe një herë Anila, ti të rriqim vëmendjen pra zotit Riza, nëse ai kërkon të flasi me një fjalor etik përballë publikut, atëherë është i mirëpritur të përballet me nipin e tij. Po flasim për një video që është bërë virale kohët e fundit, flitet për një plan më djallëzor, të paktën nga ana e protagonistëve të videos, që Klarisa nuse e djali do t'i afrojë xhaxhait të burrit dhe të akuzonte pastaj për ngacmime seksuale. Ju e dëgjuat edhe në pjesën e parë që familja e zotit Riza dhe bashortja e tij kanë akuzuar pikërisht personin e veshur si grua në video, në aspekt të moralit të tij dhe problemet që ka me gjithë gratë pikërisht në këtë zonë të Roskovecit. Lidhem drejt për së drejti me zotrin i cili është anonim ditën e sotme. Zotri, më dëgjon? Më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Atëherë, nga diskutimi i pjesës së parë, ke diçka tjetër për të më thënë, sepse... Nuk e di, a keni një psikolog aty në studio? Po, patjetër. Ti japim fjalën psikologës. Jo, se kam thjesht për t'i bërë një pyetje. Po, patjetër. Nëse ka mundësi, edhe nga emisioni kaluar, po edhe nga sjellja e tanishme, a vëreni ju diçka që nuk shkon me këtë njeri, me këtë familje, sepse dhe në emisionin e kaluar shikoj der zotria 60 vjeç burr atje 200 kg me mustaqe 2 pllem si Çelo Picari, edhe qesh, ndërkohë që ankohet se ka një hall, po i vjen mostra në shtëpi. Tani, ju a shikoni diçka që nuk shkon me këtë njeri?
A ju duket që ka një problem psikologjik, ka problem... Do ta dëgjosh përgjigjen? Me mendjen, po. Okej. Belinda. Sigurisht që tek personi në fjalë tek zoti Riza ka devianca kulturore dhe me sa kam parë ka një projekcion të veprimeve që ai kryen vetë ndaj të tjerëve sipas rrëfimit të zotërisë që është anonim, ai projekton veprimet e veta kundrejt personave të tjerë. Pra, ai kryen dhe i drejton tek të tjerët, i ka bërë personi tjetër dhe jo unë. Vërej një manipulim të madh për përfitim personal, duket që këto janë për përfitim personal, si dhe po, ka probleme të theksuara me agresionin. Duket që është agresiv. Ka probleme me agresionin. Po, duket që është agresiv edhe është me probleme patologjike të theksuara të lidhje me inatën. Nëse keni lidhje me institucionet përkatëse, merrni masa, sepse degradimi i kësaj situate do të çojë në përshkallëzim të mëtejshëm, gjë që nuk do jetë e këndshme as për juve, as për neve dhe për askënd. Shiko, e para punës duhet të kuptosh që çdo institucion, të lutem, do më lësh të sqaroj, çdo institucion ka një zëdhënës shtypi që paguhet me taksat tona. Duhen monitoruar mediat dhe sidomos media më e madhe informative në vend, televizioni News 24, se çfarë po ndodh pikërisht në zonën e Roskovecit me familjen Atia. Dhe nuk jeni hera e parë që ju përballeni me këtë situatë. Ju keni pasur ndër vite pra probleme dhe sapo e pohuat edhe ju. Ta sqaroj pak, më falë që të ndërprese, se ju jeni moderatore, po kjo përballja ndër vite, se Rizaj nuk ka bërë asgjë faktikisht, qofse doni ta dini. Ai ka bërë shumë pak, se fajin e kanë këta të tjerët që e kanë toleruar Rizaj, që arrin Rizaj deri në këtë pikë. Nga ramet pas prindrit e vetë, që thoshin jo po lere, jo po se gjuna, jo po se i lem nam në fshat, jo po se është turp, jo po se e tallin njerëzit. Këtu fajin e keni të gjithë ju pjesa tjetër që nuk e keni denoncuar për dhunë. Në qoftë se ka ekzistuar dhuna. Mire keti të gjithë, ne kemi faktikisht, po ne kemi qenë të vegjël në atë kohë që ishin ato gjërat madhore, ndërkohë që tani u rritët. Prap ato prindrit tanë, prap nuk na lejoj, se po ta din ato që unë jam këtu duke folur për këtë çështje, unë nuk do më pushoj telefoni seren që do më thonë qa kërkon ti aty, mira i ka shkalluar, po ti qa kërkon. Shiko, në qoftë se gjërat nuk fliten në publik, nuk ka zgjidhje. Mirua ka berë dhe mirua ben, Rizaj, se e kanë toleruar vetë deri në këtë pikë dhe gjithmonë janë shmangur një përballje për mos të nxjerrë nama apo të berë turp në fshat, se fshati ta thash dhe më përpara ka familje me nga 10, me nga 15 fëmijë, po asnjë nuk ka këto lloj problemesh. Jo se ata nuk kanë probleme, kanë dhe ata. Po jo deri në këtë pikë, se këto janë probleme xhelozie, këto janë probleme cmire, dhe janë të vjetra këto, nuk janë të sotshmet. Në qoftë se Rizaj do t'i përmbahet rregullave që ka një televizion për të mos përdorur fjalor jo etik dhe për dëgjuar më tepër se sa të flasim, atëherë zoti Riza, më dëgjon? Zoti Riza, më dëgjon? Zoti Riza? Çfarë po ndodh regjia? Kam një konfirmim, e kam Rizajin se më ka njoftuar kryeredaktoria që Rizajin e kam. Zoti Riza, më dëgjon? Atëherë Rizaj duket që është në lidhje dhe nuk flet, ndoshta dikush ta bëj me dije që është momenti për të folur Rizaj. Atëherë, derisa të lidhemi dhe me Rizajin, në gjithë të përballje, se unë shikoj edhe palën tjetër, e cila është me të drejtë shumë e shqetësuar, probleme ndër vite, probleme që nuk kanë denoncuar dhunën në familje, prindrit e ndjerë kanë ndruar jetë, ne flasim përsëri për dhunën ndaj dy të moshuarve, por flitet edhe brenda shtëpisë Rizajt, pas ka një lloj dhune, ti fole për devianca kulturore. Devianca kulturore, po. Të cilat në gjumë të thjeshtë, se ne kuptojmë, por që duhet edhe për publikun e thjeshtë. Personi nuk jep, nuk ka një kulturë të saktë, do të thënë, i përmbahet shumë Nuk mund marim analizë vetëm një rëmpalë, të lutem Belinda, se nuk mund të bijem pre pyetjeve të ndonjë personi. Ne ju përgjigjëm me shumë mirëkuptim zotris, por për të flasim... Të ndalojmë tek video. Ti kur e pe videon, çfarë kuptove nga ajo video? Pa e par video, normal është diçka që të habit kush është ai person që vishet si femër, por duke lexuar dhe duke parë se si erdhi rasti, pash që ishte në ndim të familjes, pra, edhe pse nuk ka qenë
i aftë të themi për të ndihmuar në pjesën monetare, ekonomike, është munduar që, duke mos e ditur që afati i tij për arrestin e shtëpisë kishte mbaruar, të procedonte me dokumentat. Me dokumenta. Shpërndarja në media, në portale, e pa censuruar. Çfarë sjell? Po, këtu doja të dilja që ky është gabimi më i madh që duhet të shqetësohemi në këtë mes, sidomos në vendin ku zotrinjt jetojnë, ku familjet jetojnë, sepse krijon konflikte emocionale, psikologjike të rënda. Pra, po flasim për një person në moshë të thyer. Dhe ta siguroj që nuk është vetëm çifti në fjalë, por e gjithë familja e tij në gjendje shumë të rënduar psikologjike. Ata mund të hyjnë në gjendje shoku, përbuzdje, cënim të drejtë, janë stigmat kulturore që përballen ata, pra, janë goxha të cënuara tani që flasim, sepse të nxjerrësh një video të tillë në media, dhe të gjithë tani kemi një telefon në dorë dhe çfarë e kemi mundësinë që të shikojmë të gjitha. Ti çfarë kuptove, që çifti në fjalë është ruajtur për të filmuar? Po, duke që në momentin që ata ikin me vrap, sepse duan që të duken. Kjo është absurde, që në momentin që personi ikën me vrap për të mos u kapur nga videoja, e para gjë që ju duhet bëni është të censurohet videoja. Po, siç po jepet në fakt në këtë transmetim. Si mund të dalë një video e tillë në media me një person në moshë të thyer, ka një familje. Mirë, personi në fjalë ka thyer arrestin e shtëpisë dhe kjo ishte qëllimi i palës kundërshtare në thonjza, edhe pse është gjaku edhe vllai më afër se vllai nuk mund të kesh dot asnjë person tjetër. Por unë dua të dija, po zonja. Çfarë fitoi nga publikimi i kësaj video? Ja, të lutem, ta dëgjojmë pak psikologen. Zonja në fjalë, çfarë faj ka në gjithë këtë histori? Pikërisht nuk ka asnjë faj. Ajo nga publikimi i videos, çfarë u fitua, pyet zotria? Mendoj se nuk është fituar asnjë gjë përveç se janë hapur akoma problemet më të thella në atë familje. Sepse dinamika e asaj familje është e shkatruar, është gjahe shkatruar. Dhe me këtë video e kanë rritur akoma më tepër konfliktin dhe tensionin në tyre. Sa e rëndësishme është që palët të ulin tensione, të dyja palët? Është shumë e rëndësishme, në fakt, sepse këto konflikte mund të shkojnë edhe më tej. Duke marrë parasysh që morëm edhe një deklaratë që personi tjetër, zoti Riza, është edhe në zotërim të armëve, mund të kaloj edhe në veprime të tjera që mund të jenë fatale, mund të kryen veprime fatale. E qartë, dhe kjo ka një rëndësi të jashtëzakonshme që palët të ulin tensionin midis tyre. Të dyja palët besoj, por pala që ne kemi sot prioritet, protagonistët e videos, duhet të flasim pak që kanë heshtur gjatë gjithë kohës. Në fakt, kjo është një zgjidhje kanë prova, kanë fakte, nuk kanë folur për dhunën e prindërve, nuk kanë folur për dhunën brenda familjeve, brenda familjes së zotit Riza, duke thënë janë fëmijët e tij, është nusja e djalit të tij, është bashortja Irena, të bëjnë ç'të duan, se kjo është një zgjedhje shumë e gabuar. Tentativa për suicid nga ana e Klarisës, protagonistës së videos. Në fakt, këtu duhet të marrim aprovimin, pohimin e saj nëse ka ndodhur apo jo, por po e marrim të mirëqenë nëse ka ndodhur. Kjo e fundit ka diskutuar me një person shumë të afërt të saj, të cilën do ta kishte bashkëpunëtore në një video që do realizonte që këto zotrin mos ta kapte të veshur si grua, po t'i afrohej dhe ta akuzonte pastaj ndoshta edhe në aspektin e moralit. Pra është një plan i mirë strukturuar. Një plan i mirë strukturuar, por i shëmtuar, dhe sidomos kur vjen nga një femër. Ti të arrish, domethënë vajza të arrit deri në atë pikë se të manipuloj personin tjetër, mbas edhe të kryej disa veprime të shëmtuara, mund të quhet edhe krim, për mua mund të quhet krim. Mund të quhet krim. Do të kalojmë pak edhe tek ajo çfarë na ndodhi në transmetim të drejt për drejt, se si një grua në moshën e zonjës Irena flet me një gjuhë dhe me një fjalor të paprecedent. Për mua është absurde. Është e pafalshme për burrat. Është e pafalshme për të gjithë ne në fakt. E ka nga e keqja ajo, nuk ka faj, mos i vini shumë faj asaj. Të lutem, nuk mund të justifikojmë veprimet dhe fjalorin e pa precedent që ndodhe në këtë transmetim, mos i dil në mbrojtje. Një grua nuk flet kurrë. Dal në mbrojtje se duke ditur ç'a agresori ka në krah, e marr me mend se ç'a presioni ushtrohet mbi atë, prandaj shiko, Irena dhe Klarisa mund të bëhen të forta, të bashkëpunojnë me drejtësinë dhe të shpëtojnë një herë mirë nga agresori i tyre. Siç ju e pretendoni. Për edhe të akuzojnë ose të kryejnë atë videon ose dhe të japin dhe deklarata të rreme, mund të marrin përsipër dhe të deklarojnë dhunën që ju është kryer. Është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Mirë, pra mund të bashkëpunojnë pra me policinë.
të pohojnë edhe audiot që ka, si për Klarisën që po bashkëpunon me një person zonjë në këtë rast të afërt të saj, që do organizonte pikërisht ngacmimin që zotëria në video do t'i bënte Klarisës dhe kjo të dëshmonte që kishte qenë dëshmitare okulare dhe kjo është e tmerrshme. Ndërkohë ka një video tjetër që Irena me familjarët e saj thotë dëgjoj, nuk ka pasur dhunë, po kur e pyet personi tjetër që është mashkull në këtë rast, është burr, ajo i thotë po i kam bërë vetë. Dhe në një moment në video në pjesën e parë, asaj në lidhje telefonike, asaj i shpëtoi dhe tha po është e vërtet. Dhe më pas, ndoshta, nuk e di se çfarë ka ndodhur. Dhe më pas thjesht ka pyetur me kë familjar. Pra nuk e ka mohuar faktin që e ka thënë, thjesht ka kërkuar një hap më tej. Okej. Nuk e di në qoftë se e kam zotin Riza, kam një konfirmim nga regjia, se nuk e kam dëgjuar Rizajn, në qoftë se do t'i përmbahet rregullave të një transmetimi, në të kundërt lidhe me zotrin i cili vazhdon të jetë në lidhje, në qoftë se ka detajet të tjera në lidhje me videon, por edhe me historinë e familjes atia. Atëherë zoti Riza më dëgjon, më njofton regjia që e kam, por zoti Riza nuk flet. Zoti Riza më dëgjon? Atëherë regjia, bëjmë diçka tjetër, e mbyllim telefonatën me Rizajn, e ritelefonojmë, se ndoshta ka pritur gjatë të flasi dhe Rizaj. Atëherë, e mbyllim këtë telefonat me Rizajn dhe e rimarrim. Vetëm më njoftoni në qoftë se unë mund të dal në hapësirën e dytë publicitare dhe të rikthehemi në pjesën e tretë. Atëherë, japim publicitetin e dytë dhe rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Është një emision që nisi me shumë debate në fakt. Do shikojmë se si do shkojmë me familjen e zotit Riza Hatia, që në fillimin e 2025-s ka qenë pjesë e emisionit Me zemër të hapur, ka folur vetëm ai në lidhje me problematikën që ka në lidhje me familjen e vllajt. Lidhemi drejt për së drejti me Klarisën shpresoj ose me djalin e Rizajt. Alo, përshëndetje. Po? Klarisa, unë jam Ebi Sameti, drejtuesja e emisionit Me zemër të hapur në televizionin News 24. Më përpara isha me zotin Riza dhe me zonjën Irena, ku patën një përballje pikërisht me pjesën tjetër të familjes, ku protagoniste e videos keni qenë pikërisht ju. Po. Nuk e di, ju pse bët atë video? Po sepse para se t'i bëja videon, ai më kërcënoi. Të njëjtën gjë ka bërë dhe para një viti kur ai puti vjerin tim në burg. Jo të më kërcënoi më ai të vishet si grua dhe të vije dhe të thuaj që të doli burri të ta fus prapë brenda, se këto fjalët e tij nuk i nxjerr ai. E kuptoj. Pra, ti thua që të... Pse nuk i thot këto fjalë ai? Pse nuk i thot këto fjalë? Po ato ngacmime që bën ai, pse nuk i thot ai, apo do të mbroj veten e tij ai? E qartë. Të bëjë edhe të përballët me mua, jo nëse jam basi, ja përflas full ter ati. I valdet policave ai para dite se i nga një polica... Të lutem mos përmend emrat e palës tjetër. Të lutem ti, shiko, ti nuk mund të përdorësh emrat e personave që nuk shfaqen në video, Klarisa. Të lutem. Është ndaluar. Jo të vi aty. Të lutem, Klarisa dashur, të mos përmendim emra. Atëre, ja pra po të më lejosh, sepse që keni të gjithë që nuk vetëm flisni dhe nuk dëgjoni, atëre, kur të ka kërcënuar ty zotëria? Po, në datën 14 nëntor, para se t'i bëja video më ka kërcënuar. I veshur si grua ishte dhe atë ditë? I veshur si grua dhe më thoshte që do fut burrin brenda, të doli nga furgu do ta fut prapë brenda. Pastaj, kur e kuptova që ishte ai, se për një moment nuk e njova, me vrap nxitova për t'i bërë video, se aty sa hapte gojën ai. Klarisa, me emisionin Me zemër të hapur, zoti Riza është lidhur në fillimet në muajt e parë të vitit 2025 dhe kemi folur pikërisht për këto probleme. Por unë dua ndaloj diçka tek ju, ashtu si ja bëra me dije, unë kam dëgjuar një audio të cilën nuk e kam si dëshmi ditën e sotme në këtë studio, po e kam dëgjuar dhe duhet ta them sepse është provë në polici dhe po e shqyrton edhe prokuroria që Irena, vjera juaj, ka pohuar tek një familjar i saj, jashtë shtëpisë tuaj, por është gjaku i saj dhe ka deklaruar që nuk ka pasur dhunë
Dhe kur personi mashkull, burr, e pyet, po shenjat ajo thot që i kam bërë vetë. Dhe ne kemi pyetur në pjesën e parë të këtij emisioni. Por, jo, kush janë këto shenja që thot ajo i ka bërë vetë me zonjën Irena e ka dhe kanë vajtur unë me burrin tim për ta ngritur. Atëherë, Clarisa. Kur ne morë mamin, kur ne morë unë më ka vjerën ta çoja polici, ai me vajti atje dhe denoncoi burrin tim që burri im nuk e preku fare me dorate. Clarisa, ja, një minutë, zotri, të lutem. Atëherë, Clarisa, kam dhe diçka të fundit. Ti dhe një zonjë, që nuk mund t'ja bëj me dije emrin, është regjistruar një telefonat, ku ju keni pohuar që ti dhe kjo zonja do të ngrinit një kurth ndaj Xhexhait të bashortit tuaj, sikur ai do t'ju ngacmonte. Dhe ju nuk e realizuat këtë plan? Se që flasin të tjerët, mua nuk më intereson. Madje zonjë si ke thënë të bëjë dëshmitarja jote. Nuk më intereson se qa flasin të tjerët. Unë ditë qa është e vërteta. E ke bërë këtë plan apo jo? Se zonjë si ke kërkuar të ishte pjesë e planit. Nuk e kam bërë këtë plan dhe nuk e prisja që ta bëja atë video. Në momentin që ai, se unë kam rastisur dhe të tjera me atë rrugë, plus në datën 14 nëntor para dite, unë kam rastisur në rrugën e Roskovetit që ai ka qenë me motor. Edhe nuk i kam bërë video. Ama, kur në darkë, ai vishte si grua dhe vjen me ngacmon mua, unë nuk mund t'ja fal asgjë, vija ai më kërcënoi mua për burrin tim. E qartë, mirë, t'i japim pak fjalën edhe zotrisë, sepse pala tjetër kërkon të përballet me ty, po zotri. Jo, nuk do, kam dy pyetje për dy raste të ndryshme. Nuk do. Atëre, Clarisa, ke diçka për të thënë ti? Ja, zotri nuk do të përballet. Po mirë, s'ka problem, le t'ja bëj pyetjet unë dhe mos të përballet. Ajo s'ka problem, po dua t'i bëj një pyetje. Mirë, bëja pyetjet. Në momentin që ajo ka bërë video, ku ka qenë bashkë me burrin dhe me vjerin e saj? A ka qenë ajo në një lokal aty afër shtëpisë Xhaxhait burrit, duke festuar ndërkohë që burri ishte me arrest shtëpie? Pyetje parë. E dyta, kur ka ndodhur dhuna që pretendohet nga zonja Irena, ku ka ndodhur kjo dhuna, te shtëpia këtyre apo te tokë? Jam shumë kurios ta di, se qofse ka ndodhur te shtëpia këtyre, atëherë kanë sa të drejtë, po qofse ka ndodhur te tokë, çka kanë kërkuar këta atje? Kjo është pyetja. Ndërkohë, Clarisa, mund t'i japim përgjigje? Nuk dua t'i dëgjoj, më mirë mbyllë telefonin, unë dua të drejtën ai për çfarë ka kërcënuar atë natë, unë nuk isha ndërmend që ta filmoja. Atë natë ke qenë në një lokal duke festuar bashkë me burrin që e ke me arrest shtëpie? S'ka lidhje fare se më kisha, unë isha me njerëz të tjerë. Nuk ka lidhje. Po kur është ushtruar dhunë ndaj zonjës Irena, ju keni qenë në tokat e Xhaxhait apo në shtëpinë tuaj? E rëndësishme është që unë isha në rrugë dhe ai ka qenë aty që më ka kërcënuar, nuk isha brenda lokal dhe ai erdhi aty. Ki parasysh se në qoftë se prokuroria do zbardhi edhe planin djallëzor që ke bërë me zonjën tjetër që Xhaxhai burri do t'ju ngacmonte seksualisht, edhe kjo është shumë e rëndë, Clarisa, prandaj keni kujdes. Unë nuk kisha ndërmend të bëja kurse dhe as nuk kam ndërmend, por ai e solli vetë ditën as ditë ja bëra video, se s'mund t'i bëja video, nuk më intereson. Po kursin e bere kur vajte e rrafë Xhaxhan e burrit bashkë me gjithë burrin tënde me Irenën atje te tokë vetë. Kursin e ke bërë të në atë momenti. Po unë nuk po kuptoj. Ti i bën këto kurthe, mirë po kush të detyron që ti bësh këto kurthe, sepse ti para disa kohësh ke tentuar të vrasësh të elmosh veten. Nga pse u detyrove ta bëje këtë veprim, të dhunoj burri apo vjeri? Ty nuk të interesonte për çfarë jam ashtu që kam tentuar të vras veten apo të elmoj veten. Ty nuk të interesojnë to, shiko. Po çish të morën nga shtëpia babait këta zotërinj të nderuar? Çish të morën nga shtëpia babait? Po pse nuk i tregon, pse nuk i denoncon ti zonjush? Është larguar zonjë, është larguar. Do të më duhet në fakt të flisja pikërisht me Clarisën, se nuk mund të bësh video se është thyer arresti shtëpisë dhe në qoftë se ke qenë duke festuar në një lokal pranë shtëpisë së Jorgos, pikërisht me një tjetër me arrest shtëpie që është bashkëshorti juaj duke festuar, atëherë kemi dy protagonistë të cilët duhet ishin në vëmendjen e policisë. Mos vëmendja e policisë na çon në të tilla debate të ashpra edhe ballafaqime të ashpra. Ja fjalën me një herë Visi, pretendohet paktën nga palët e protagonistit videos, sepse ata nuk janë dëgjuar kurrë dhe për herë të parë ata thyen neshtjen sot në këtë emision dhe i falenderoj për të gjitha materialet që më kanë vënë në dispozicion, që kanë mbaruar në muajin gusht.
arresti shtëpisë, për shkak të procedurave, mos dijenisë juridike si që duhet të gjithë qytetarëve shqiptar, mos plotësimit të atyre dokumentave, e ka zgjatur në kohë dhe nuk e ka ditur. Ka vazhduar dhe ka menduar se është në arrest shtëpie. Atëherë, dhe filmimi i zonjës, vetë ndoshta i shoqi kishte thyer arrestin në shtëpisë duke festuar, ndërkohë këtej filmonte një tjetër person. Atë, duhet ndalet sepse kemi të bëjmë një problematike cila është akumuluar ndë vite. Kemi fillimisht nisë me një çështje civile, më aq sa, domethënë kemi dijeni për rastin, dhe më pas është trashëtuar më mosgjidhja e kësaj çështje civile, kemi arritur në një fazë të kemi akuza të ndërsjellta të dy palëve. Domethënë në një anë kemi viktima dhe agresori, dhe në një moment tjetër kemi viktima dhe agresori, domethënë që ndryshojnë pozicione. Ajo që duhet saktuar është një këmbën alarmi faktikisht që një person i cili ka mbaruar masën, domethënë që në muaj ngusht edhe jemi 2 muaj, 3 muaj më pas, i cili akoma mendon se është në një masë shtënguese apo ndaluese siç është arrest shtëpi, është shumë e rëndë, sepse vetë gjykata ja njofton vendimin e shkurtuar që në momentin që merret vendimarrje për shuarjen e masës, gjykata e bën dhe pa praninë e palëve. Normalisht me ndryshime të reja mund ta bëjë dhe pa praninë e palëve, pa praninë e prokurorit dhe njofton vendimin organeve ligjzbatuese në lidhje me ndryshimin e masës ose shuarjen e masës person. Dhe në këtë rast, një person akoma që edhe pse nuk ka patur një avokat, apo është caktuar një avokat kryesisht, normalisht nuk është justifikimi për që mos të jetë njoftuar nga organet ligjzbatuese dhe të mendoj akoma se jemi në masën e arrestit në shtëpi. Nga ana tjetër, unë mendoj se të dyja palët duhet kuptojnë që dhuna në familje nuk është vetëm dhuna fizike. Po kemi të bëjmë edhe me dhunën psikologjike. Që është akoma më e rëndë. Që është akoma më e rëndë. Sepse dhuna psikologjike nuk kemi në fazën që ne, domethënë kemi një kërcënim, kemi një dhunë dhe mënyra se si është trumpetuar videoja, mënyra se si është bërë kjo video, nuk kemi në fazën që ky person po mbrohet nga agresori. Domethënë, agresori në atë moment nuk është duke sulmuar dikë, por një person afrohet dhe bën një video, një person i cili është duke ecur bashkë me bashkëshorten e tij. Por, video, thotë Clarisa, vjen si rezultat i kërcënimeve të mëparshme. Pra, u detyrova ta bëja këtë, sepse isha kërcënuar më parë. Më kishte thënë do të fusë të erdhi burri në shtëpi, pra me arrest shtëpie, unë do ta fus përsëri brenda. Mendoj se çdo gjë duhet jetë dokumentuar për të shpangur të gjithë aludimet që mund kenë palët. Në qoftë se një person ka një rrezik konkret, të cilit ty cënohet jeta, dinjiteti, dhe ti e filmon e provon këtë dhe me dokumentacione. Po nuk është e rëndësishme të bëjmë vetëm video, po kemi edhe dëshmitar që mund të jenë në vendin e ngjarjes, që mund të dëshmojnë lidhje nëse ka patur dhunë apo nëse ka patur kërcënime nga pala e viktimës. Palët akuzojnë njëra tjetrën që ka pasur dhunë dhe përleshje ndaj tyre. Ndërkohë kemi audio dhe prova të cilat disponon policia dhe prokuroria, ku vetë protagonistët e kësaj ngjarje thonë që dhuna fizike nuk është shkaktuar, por e kemi vetë shkaktuar këtë dhunë. Dhe kemi paraqitur si prova për të pasur pastaj këto dënimet e njërës palë dhe të palës tjetër nga arresti me burg në arrest shtëpie dhe gjithçka tjetër. Mund të më thuash diçka sa e rëndë është kjo gjë? Dhe si duhet vërtetuar kjo vetë shkaktimi i plagëve? Atëherë, ne në gjithë kontekstin e ligjit, Shqipëria ka bërë disa aderime në disa konventa ndërkombëtare, siç është edhe konventa e Grevios në Stamboll, që edhe ndryshimet e vitit 2017 në Kodin e Procedurës Penale, Kodi i jep një mbrojtje të veçantë viktimës e sidomos dhunës familje. Në këtë rast kemi të bëjmë me një ngritje margji dënimit, për efektet dhunës familje, e duhet të saksohet, sepse familje nuk është vetëm personat të cilët jetojnë bashkarisht, apo jemi edhe personat të cilët mund të jetojnë në banesa të ndara, por mes tyre kanë lidhje gjaku. Domethënë, në këtë kushte, e gjithë eskalimi i situatës, nga mos zgjidhja e procesit civil, jemi në fazën të cilën kemi akuzat të ndërsjellta ndërmjet palëve dhe grinde të një pas njëshme dhe në fazën ku është shumë e vështirë të zhvillosh konfliktin në kush është viktima dhe në këtë rast kush është agresori. Si avokat dhe jurist me përvojë, dy pyetje zonja Clarisa nuk ju përgjigj në mënyrë të drejtë për drejtë. Në momentin e kryerjes së videos,
zotëria e pyet, a ke qenë duke festuar në një lokal pranë shtëpisë zotërisë që shfaqet i veshur si grua dhe ke qenë në shoqërinë e bashortit tënd, i cili edhe ai ishte në arrest shtëpie, nuk ju përgjigj kësaj pyetje dhe flasin për dhunën që ato kanë pretenduar. Ka ndodhur në shtëpinë tuaj, pra ka ardhur Jorgo në shtëpinë tuaj dhe ju ka dhunuar, apo keni qenë ju pikërisht në pjesën dhe në pronat e Jorgos? Atëherë, kjo që duhet faktuar në bazë të Të dyja këtyre pyetjeve zonja nuk ju përgjigj. Absolutisht. Çfarë do të thotë? Pjesa më e rëndë është denigrimi i figurës një personi i cili del në media, një moshë 70 vjeçare, është tepër të rëndë, i cili edhe në thyrje e marrë masën që ka thyr masën në arrestit, mund të konsiderohet dhe një si veprim impulsiv i personit. Në këtë rast nuk kemi në faktin ku ky person po shfaqet si dhunues. Ne jemi në faktin ku ky person po është bashkë me bashkëshorten e tij dhe Pra, Clarisa po filmonte nga pas kurrizit. Nga pas kurrizit. Dhe ai, në momentin që e kuptoi që po filmoi, tenton të largohet. Absolutisht. Në bazë të fakteve që kemi dhe në këto momente, mund të gjykojmë që kjo çështje... Po ajo ishte vetë duke festuar, pikërisht, në këtë rrugë me një person që kishte thyer arrestin e shtëpisë. Edhe nëse ne do i rikthejmë kushteve, ku ky person, ne konstatojmë që një person ka thyer arrestin në shtëpisë. Një person i cili është me një rrezikshmëri relativisht të ulët, sepse në momentin që gjykata referim në enëve 228-229 në kodin e procedurës penale ndryshon ose zëvendëson masën e arrestit, ku kemi të bëjmë që rrethanat kanë ndryshuar. Në thënë, rrezikshmëria e personit, në thënë, kemi të bëjmë me moshën e personit, edhe rrezikshmëria e veprës penale e tjera me radhë. Në momentin që ne konstatojmë që një person nuk ndodhet në masën e cila është caktuar nga gjykata, normalisht duhet t'i referohen me organeve ligjzbatuese. Përsa i përket edhe pyetjes së dytë, Visi, u pyet që ku ka qenë Jorgo? Pra, zotëria që shfaqet i veshur si grua, ka qenë në tokat e tij dhe ju ka dhunuar, apo ka ardhur në pjesën takuese, në pronat tuaj apo në shtëpinë tuaj dhe ju ka dhunuar? Kjo çfarë do të thotë? Se është pyetja që vjen nga zotëria. Atëherë, për shkak se ne kemi një konflikt me Përsëri këtu Clarisa nuk përgjigjet. Për sa kohë ne kemi akoma një konflikt civil pa zgjidhur, këto vinë si pasojë normalisht e këtij konflikti që është akoma i pazgjidhur. Çështjet civile duhet të dërgohen në gjykatë përmes kërkesë padive, për cënimin e pronës, për lirimin, dorëzimin e sendit dhe tjera me radhë. Nuk mund të arrijmë në zgjidhjen me dhunës familje, normalisht për zgjidhjen e procesit civil. Mbetemi vetëm në çështje civile apo do të shkojmë edhe paralelisht edhe në çështje penale në lidhje me rastin? Absolutisht, palët kanë të drejtë i drejtohen gjithë organeve ligjzbatuese, prokurorisë edhe policisë, në lidhje me konfliktin e cilët kanë ndërmjet tyre, për ne shpresojmë që të ketë një zgjidhje absolutisht paqësore. Kemi të bëjmë me një drejtësi restauruese, sepse nuk është qëllimi dënimi i personit. Kemi të bëjmë me zgjidhjen e konfliktit. Qartë, faleminderit Visi se duhet kaloj tek Belinda, tek psikologja jonë, në lidhje me situatën e zonjës, sepse u pyet në mënyrë të drejtë për drejtë, nëse ka ndodhur suicidi, por nga përgjigjja e Clarisës kuptova që ka ndodhur, por pjesës jashtë shtëpisë së saj nuk mund t'i interesonte. Tani, si të duk edhe prenoncimi i saj në këtë studio sot? Prenoncimi i saj në fakt ishte goxha i vakët dhe i rezervuar, nuk donte që t'i jepte. Agresiv pak? Agresiv po, por tonet larta? Nuk mund t'i vëm faj, sepse normale është edhe në një gjendje që thatë në regjim shtrati me sa të gjoba. Kështu që nuk mund të akuzoj për pjesën e agresionit, mund të vijë edhe nga pjesa tjetër që ndodhet, në kushtet e tjera që ndodhet. Më duhet të flasë për dinamikat familjare të cilat janë totalisht të shkatruara. Midis jo vetëm familjes së vogël, por komplet familjes, që është gjithë kohës në konflikte. Fakti që ata e kanë mbajtur të mbyllur dhe të fshehur dhunën, që ju është krijuar që në vitet 2000 sipas zotërisë, është gabimi më i madh që kanë bërë. 25 vite dhunë në këtë familje Hatia. 25 vite dhunë dhe nuk është marrë asnjë mas, nuk është bërë asnjë denoncim, dhe kjo vetëm për shkak. Po kemi dy të dënuar me arrest shtëpie, të cilët thyen në arrestin e shtëpisë. Po këta e kanë marrë për situata të tjera, po them nga
pjesa Pra, tjetër, po. këtu nuk flasim vetëm për rëndimin e situatës dhe dhunës si prej vitit 2000 në këto 25 vite dhe po hymë në vitin e 26. Po flas edhe për mos funksionimin e strukturave vendore, si që është shërbimi social në këtë zonë, si që është policia. Pra, aty duhet bësh vetë gjyqësi dhe të tregosh se kush është njëra palë dhe kush është tjetra, sepse... Dhe arrim në këtë rezultat. Dhe në këtë rezultat. Sepse institucionet me sa duket që në kanë... Që është një krim. Të më thënë, përsëri, Clarisa ka kryer një krim. Sepse në momentin që... Pra, bërja e videos thoni ju? Po, është dhunë psikologjike. E qartë. është dhunë psikologjike. Edhe pse kam qenë në rrethana rënduese gjithmonë e dhunuar nga zotria duke thënë do të ta fus burrin në burg, do ta fus i ngacmuar nga... Duhet ishte drejtuar organeve kompetente. Duhet ishte drejtuar aty. Sepse nuk mund të kryesh vetë gjyqësi në momentin që janë funksionale organet kompetente. Mirë, unë të falenderoj Belin që ishe shumë e kujdesshme, pavarësisht se tu bëhet edhe një pyetje drejt për të bërë një analizë dhe personale, megjithatë me shumë profesionalizëm ja dolën banë edhe sot. Faleminderit Visi për gjitha këshillat tuaja dhe për prezencën në këtë studio dhe që përballuam me shumë dinjitet edhe transmetimin e sotëm edhe pse ishte një nga transmetimet shumë të vështira. Ndërkohë kam zotrin në lidhje të drejt për të bërë edhe ai apelin e fundit në këtë fund emisioni. Zotri, më dëgjon? Po, ju dëgjoj dhe kam një thirrje për të gjithë shqiptarët. Po. Sepse jam i sigur që ka familje të tjera, ndoshta me gjendje akoma më të rënda, problemet familjare që kanë. Ju lutem shumë, i denonconi në kohë reale dhunusit në familje, sepse arrini në këto pika që kemi arritur ne dhe beni rezil si puna jonë. Neve u bem, po të paktën vini me në tju dhe inshallah ky emision shërben që këto probleme të ndalin ose njerëzit i therasin mendjes. Ta shpresojmë dhe ta urojmë për gjitha audiencën e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24, që mesazhi vjen pikërisht nga protagonistët e kësaj video, që denoncojeni më parë dhe mos e mbartni kur dhunën brenda familjes, po delegojeni tek organet kompetente. Faleminderit miq që na keni ndjekur drejt për së drejti. Pjesa 2 dhe 3 pas pak do t'idhet edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube. Aty mund ta ndiqni të gjithë emisionin e plot, por mund ta rindiqni edhe në ritransmetimet tona. Bashkë ndahemi këtu për të u ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshim.